Ulet çmimi i karburanteve, nafta dhe benzina do të shiten 3 lekë më pak. Bordi i Transparencës ka zhvilluar këtë të premte më 5 qershor mbledhjen e radhës ku ka vendosur çmimet e reja tavan për tregtimin e karburanteve në vend. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë i naftës do të jetë jo më shumë se 192 lekë për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë nuk duhet të kalojë 180 lekë për litër. Ndërkohë për benzinën, Bordi i Transparencës ka përcaktuar që çmimi maksimal i shitjes me pakicë të jetë 172 lekë për litër, ndërsa ai i shitjes me shumicë 160 lekë për litër. Autoritetet bëjnë me dije se çmimet e reja hyjnë në fuqi sot më 5 qershor, duke nisur nga ora 13 dhe do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Transparencës, ku do të reflektohet çdo ndryshim i mundshëm i çmimeve në treg. Bordi u tërheq vëmendjen të gjithë operatorëve të tregtimit me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës për zbatimin e detyrueshëm të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara ndaj subjekteve do të merren masa deri në pezullimin e aktivitetit. Në njoftim theksohet se Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë mbeten të angazhuara për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve shqiptar dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në tregun e karburanteve.